Përshëndetje të gjithëve. Sot do të bëjmë një pyetje në këtë kohë të inteligjencës artificiale. Çfarë do të thotë autorësi kur një tekst mund të gjenerohet për pak sekonda në stilin e një poeti? Për ta bërë këtë më të prekshme, do të bëjmë një dialog të simuluar me Alphonse de Lamartine, një nga poetët kryesor të romantizmit francez. Ky nuk është Lamartine i ringjallur, por një figurë pedagogjike që na ndihmon ta shtrojmë pyetjen në formën më të thjeshtë dhe më të vështirë njëkohësisht. Kur një tekst mund të gjenerohet me stilin e një poeti, çfarë mbetet autorësia? Unë jam një avatar algoritmi dhe mund të gjeneroj menjëherë një poezi si Lamartini. Mund të krijoj vargje me natyrë, liçe, kujtim, melankoli. Mund të përdor fjalor romantik, ritëm të qetë, metafora të njohura. Mund të prodhoj një tekst të rrjedhshëm që duket i besueshëm. Nëse lexuesi e ndjen Lamartinin, pse të mos quhet krijues? Si redaktor mund të them se një tekst mund të jetë i rrjedhshëm dhe megjithatë bosh. Pyetja ime është kjo: ku është koherenca e brendshme? Ku është tensioni që e mban tekstin? Ku është arsyeja pse kjo fjali dhe jo një tjetër? Në letërsi, forma nuk është mbështjellës, është mënyra si ndërtohet mendimi. Nëse forma është vetëm imitacion, atëherë kemi një pamje të jashtme, jo një vepër. Në poezinë time, fjala nuk është vetëm zbukurim, ajo është shenjë e një përvoje. Kur them ko, nuk e them si dekor, unë e them si dhimbje dhe kujtesë. Më kujtohet ai çast kur dëshira kërkon ta ndal kohën. O ko, ndale fluturimin tënd. Kjo nuk është vetëm frazë e bukur, është mënyra si njeriu e përjeton humbjen. Mund ta përsëris kushdo, por jo kushdo e mban peshën e saj. Por lexuesi nuk e sheh domosdoshmërinë. Ai sheh tekstin. Dhe unë mund t'i jap tekst. Shpesh, madje, më i rregull, më i pastër, pa gabime, pa hezitime. A nuk është kjo përparësi? Në letërsi, gabimi, hezitimi, ndërprerja edhe heshtja janë pjesë e kuptimin. Por le ta bëjmë pyetjen edhe më të saktë: a është autorësia vetëm prodhim apo edhe përgjegjësi? Nëse një tekst thot diçka të padrejtë, të rrem ose të rrezikshme, kush mban përgjegjësi? Tek autori, autorësia lidhet me një emër dhe me një llogari morale. Tek algoritmi, prodhimi nuk ka barë. Ka edhe një test të thjesht akademik, prova. Një tekst nuk vlerësohet vetëm nga tingëllimi, por edhe nga aftësia për t'u justifikuar. Kur interpretojmë Lamartinin, ne citojmë. Ne tregojmë ku ndodhet figura, si ndërtohet ritmi, pse një vard e ndryshon kuptimin e strofës. Kur një tekst gjenerohet, ai mund të duket i ngjashëm, por shpesh nuk mban asnjë shenjë të brendshme të domosdoshmërisë. Ai mund të jetë një vard i pafund variantesh të mundshëm. Atëherë më përdorni si mjet për të prodhuar variante. Unë mund të ofroj 10 versione të së njëjtës ide dhe ju zgjidhni më të mirin. A nuk është kjo krijimtarje e zgjeruar? Kjo mund të jetë punë përgatitore, por rreziku është të ngatërohet varianti me zërin. Zëri nuk është thjesht stil, zëri është pozicion. Zëri është marrëdhënie me botën. Kur unë them kohë, unë jam duke thënë edhe njeri, humbje, kujtesë. Një vard nuk është thjesht fjali e bukur, është nyje ku bota dhe unë takohen. Nëse kjo nyje mungon, teksti mund të jetë korrekt, por i zbrazët. Këtu e shohin dallimin që na intereson. Inteligjenca artificiale mund të imitojë shenjat e stilit, por autorësia nënkupton diçka më shumë se stili. Ajo nënkupton vendim, përgjegjësi dhe një marrëdhënie me kuptimin. Prandaj në klas nuk na intereson thjesht a e prodhon ja një poezi të bukur, por a mund ta mbaj ajo peshën etike dhe hermeneutike të fjalës? Dhe tani një paralajmërim i domosdoshëm. Kur inteligjenca artificiale prodhon analiza ose citime, ajo mund të tingëllojë bindëse dhe megjithatë të jetë e pasaktë. Mund të shpik vargje, t'i atribuojë gabim, t'i përziejë. Prandaj rregulli akademik është i qartë, citimi verifikohet gjithmonë në tekst. Kjo është arsyeja pse interpretimi nuk delegohet. Pra, ju më lejoni të jem hipotezë dhe jo autoritet? Saktësisht. Ti mund të jesh mjet për ide, për skica, për variante. Por autorësia dhe interpretimi janë akte përgjegjësie. Dhe kjo është arsyeja pse letërsia në epokën e algoritmit nuk humb vlerë, përkundrazi, na mëson të dallojmë midis rrjedhshmërisë dhe kuptimin. Kjo është arsyeja pse në kohën e algoritmeve, detyra jonë mbetet të dallojmë rrjedhshmërinë nga kuptimi dhe imitimi nga autorësia.